Dhe tani kujt po I trokasim në këto orë të ershme të mëngjesit. Shikojmë nga regjia. A kemi dikënd? Producenti na është bërë gati atje bashkë me gazetaren ton dhe kujt I themi mirëmëngjesi Valdetës dhe Ylberit. Ylber, Valdeta, mirëmëngjes nga Dibra, ka filluar shiu më duket atje. Me që jeni futur brenda. Mirëmëngjesi, është koha e bukur sot këtu, shiu ishte pak më herët I dashur dritëro. Pastaj shiu nuk na tret shiu Ylber, ha? Nuk jemi pe sheqeri të tretemi. Të tretemi. Shiu I bukur është në Dibër, sa dish. Sidomos shiu I Më vjeshtë. ndryshe. Më I miri. O, ajri pastër, njerëz të mirë, mikpritsa, festivale. Valdetën e ka marrë malli për ajër të Të pastër. krahasuar. Po, më ka marrë malli se Shkupi është tepër I ndotur. Wow. Mirëmëngjesi nga Shkupi, është një lidhje direkte që kemi edhe nga qyteti I bukur I Dibrës për të biseduar për festivalin më të vjetër shqiptar në Maqedoninë Më e I vjetër Veriut. në Maqedoninë e Veriut, I cili akoma nuk është institucionalizuar dhe kjo është një kërkesë e kakmoçme e Ylberit për ta futur më një herë përgjithmonë nëpër binarët e institucioneve tona dhe vazhdon me këta problematika. Ylber, do ta fillojmë bisedën, fillimisht do të uroj për festivalin edhe për përkushtimin dhe për gjithë këto vite që ke qenë të quaj babaxhan I këtij festivali. Edhe do doja që të pyes kur janë premtimet që përfundimisht do të institucionalizohet një herë përgjithmonë ky festival. Ashtu, po, dritëro, ti e di vetë, sepse ne vetë e kemi nisë këtë gjë, e kemi nisë bashkarisht, desha të them, këtë eveniment artistik, kulturor, teatror në Dibrën tonë dhe premtimet, në I premtim konkret, unë, do më thanë, nuk kam patur, por gjithsesi që përmes jush që ju falenderoj shumë, do më thanë, për këtë vëmendje që dhe për kushtimin tuaj për këtë eveniment të rëndësishëm teatror këtu. Dhe unë besoj dhe jam I bindur sepse ky festival do të institucionalizohet në një të ardhme të afërt. Do të thënë ka premtime që mund të bëhet një herë përgjithmonë Ylber. Po ka premtime, mirë po ndonjëherë do të thënë duhet I mbajmë për do më thënë pa I deklaruar publikisht kështu dhe të presim momentin e vërtet dhe me momentin e besueshëm në fakt që unë duhet ta besoj që do të bëhet ky ato e besoj unë, po se kur mund të bëhet nuk mund ta them, sepse kjo varet nga politikanët tanë që na përfaqësojnë në qeveri dhe me një vendim të qeverisë ky festival institucionalizohet, ose varianti I dytë siç dihet ajo, domethënë është ose varianti tjetër, ta themi është me vendim të Këshillit të Komunës. Por unë do të doja që ky të jetë një institucion I interesit nacional, pra festivali teatri shqiptar në Maqedoninë e Dibër, në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shpresojmë të ndodhë sa më shpejt kjo Ylber, dëshira dhe deri në realizim të bëhet një ore përpara. Ylber, më thuaj, si ishin vështirësitë për festivalin për këtë vit? Kishte buxhet mjaftueshëm apo jo? Sepse zakonisht e dim se problematikat I kemi buxhetit. Po, gjithmonë është ke buxheti, gjitha sfidat, domethënë janë aty, po ky edicion është I mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Këtu kemi me 1.500.000 denar, domethënë të më falni se nuk më kujtohet kjo ato se sa. Cifrat ja pak. Po. Dhe qohem. Janë gjëra që ndodhin. 1 milion edhe janë të bukura. Po. Edhe nga komuna e Dibrës me 350.000 denarë, domethënë edhe padyshim që Qendra për Kulturë Dibër, Hotel Cami dhe Slajsi që na kanë mundsuar 8 dhoma, domethënë për festivalin, për akomodimin e miqve tanë artistë dhe gjithsesi banjat e Dibrës Capa, si çdo vit me 1.000 euro zbritje, domethënë nga gjitha I akomodimi I miqve artistë aty që... Do me thënë vazhdon, me sa e dëgjoj këta, me sa të dëgjoj Ylber, vazhdon avazi vjetër, me peripecit, jo me komoditet të bëhet. Me komoditet duhet gjithsesi me shumë
Po, do më thënë, i falenderoj unë edhe restoranet të tjera që mirëpresin të gjithë, na mirëpresin të gjithë miqtë artistët, të gjithë po e shprehin atë kënaqësinë e atyre drejtëro, e shprehin për atë mikpritjen tonë e tjera, sepse ti e bashkë e dim, domethënë që ato shtyllat kryesore të një funksionimit, domethënë sa më të mirë të festivalit janë 3 shtyllat kryesore, që është funksionimi i skenës këtu, është mikpritja e cila e bën më madhështor këtë festival. Po, e bën më madhështor, edhe gjithsesi që publiku prezent aty në sallë që i jep duartrokitjet për shfaqjet e përzgjedhura në të gjithë cilit edicion, ose të këtij edicioni. Zotri Ilber, dua të di pikërisht për plan programin, sa ku desh që ta organizoni të gjithë plan programin, keni plot të 10 shfaqje që nga fillimi i festivalit me 23 shtator që do të zgjat deri më 30 shtator me një të themi kështu laramani të shfaqjeve nga vendi, por edhe nga Tirana, keni po ashtu Preshevën. Teatrin Kombëtar të Prishtinës, nga Maqedonia, ka shumë shfaqje. Si ka qenë organizimi? Gjeografikisht është shumë mirë i shtruar. Si ka qenë organizimi dhe plan programi për këtë vit? Po, organizimi ishte padyshim që do me gjitha teatrët pasi shihen shfaqjet u çohet kërkesa edhe merret pastaj konfirmimi, bëhet konfirmimi nga ana e shtëpive teatrore. Edhe teatrove dhe këtu vinë të gjitha teatrët me shumë dashuri këtu, domethënë sepse ky festival me shumë dashuri i ka mirëprit teatrët këtu që në themelimin e tij, duke u dhënë mundësi edhe duke u dhënë hapësirën e dur edhe aktorëve të posadiplomuar, domethënë nga fakultetet tona të arteve, të artit skenik. Për këtë të gjithë aktorët edhe artistët janë domethënë e kanë në mbamendjen e tyre dhe janë shumë falenderues për këtë gjë. Sepse ky 24 vite domethënë disa herë kur i shohim atë nivelin e para 24 viteve dhe deri sot të gjithë aktorët tanë, artistët nga Maqedonia këtu janë rritur domethënë në një mënyrë jashtëzakonisht të madhe, janë rritur profesionalisht, domethënë e kam fjalën, dhe ata vinë me shumë dashuri dhe neve i ftojmë me shumë dashuri dhe ne duhet i respektojmë institucionet tona këtu dhe prandaj kemi domethënë nga teatri Drama Shqipe në Kumanov që i takoi hapja e festivalit deri tek teatri domethënë i Shkupit, të 2 teatrët, Teatri Shqiptar për Fëmijë të Rinj, Teatri Shqiptar si institucioni i parë, domethënë edhe më i lartë këtu që kemi neve në Maqedoni. Po Teatri Tetovës, Teatri i Kostivarit dhe të gjitha këto teatro janë me shfaqjet e tyre në një të dinjitetshme, domethënë në planin profesionist. Pastaj domethënë gjithsesi që edhe teatri që e dim se si me peripeci e kemi teatrin e Preshevës, teatri kombëtar i Kosovës nga Prishtina, pra edhe teatri kombëtar eksperimental Kujtim Spaj Vogli në bashkëpunim me teatrin e Universitetit të Arteve nga Tirana, që janë këtu edhe me një shfaqje shumë energjike dhe jam i bindur që publiku do të kënaqet këtu me të gjitha shfaqjet, sepse i mirëpret nga nata e parë deri tek e fundit, domethënë këto shfaqje. Dritro, desha vetëm një të shtoj, me buxhet apo pa buxhet, ne e dim të gjithë që kemi kaluar në festivalin e Dibrës me shfaqje. Ne asnjëherë nuk e kemi ndjer atë, domethënë si artist. Ka qenë një ndër festivalet më prestigjioze. Unë e flasë kështu hapur, e thash edhe më herët, nuk ndjej se a është me buxhet apo pa buxhet. Ne ndjehemi të gjithë artistët këtu, ku shkojmë, nuk se ndoshta pa pare thuhet, i kemi dyert e hapura, komoditet në për hotelet janë mos flas, vërtet dhomat janë të përkryera, skena, mikpritja, organizimi dhe për drejtuesin nuk kemi fjalë. Që 24 vite ne e njohim të gjenerata tona të cilët ne kemi qenë të parët që kemi qenë në këto festivale. Nuk ka ndryshuar, a ka pasur drejtuesi, buxhet apo nuk ka pasur.
festivali ka qenë numër 1 dhe letëron sa më shumë edhe ne artistët të gjithë, do me thënë, edhe institucionet edhe bashkarisht të bëhemi të fuqishëm që vërtet ta institucionalizojmë këtë si institucion tonë, si festival nacional, le të jetë, le të kemi zë edhe ne artistët, se ne kemi kaluar dhe ne jemi shpërblyer dhe ne jemi kënaqur dhe ka qenë sikur ajo mjalti që jemi mbledhur. Unë e flas me emocione pasi që një kohë të gjatë nuk kam qenë dhe tani kur erdha këtu më erdhi disi po e njëjta atmosferë. Po unë do të thoja që kur krijua festivali ishim të gjithë 24 vite më të rinj, ndërsa sot jemi 24 vite më të vjetër dhe festivali lindi në atë kohë dhe sot feston 24 vjetorin dhe unë i dëshiroj edhe qindra vite të jetë një herë për gjithmonë, të institucionalizohet, të mos kemi të lashe probleme siç ka Ilberi, por gjithmonë u ka dalë ballë sfidave. Me pare, pa pare, ka gjetur gjithmonë zgjidhje për mbarvajtjen e festivalit. Unë bëre një statistikë të shkurtër Ilber tani, 24 vite festival, kemi patur gjatë gjithë kohës shumicën e festivaleve ka patur nga 2 shfaqje në ditë, që me një mesatar rreth 14 shfaqje në edicion, që i bie rreth 336 shfaqje, nga 450 vende në sallë që janë, dhe festivali është vizituar me rreth 151.200 veta që e kam parë shfaqje për brenda 24 viteve. Më përmirësoni që jam gabim. Do shta edhe më shumë ka patur, por me një mesatare do dalë rreth 151.200 persona që kanë parë shfaqje. Mund të jenë të njëjtit, por janë vizitorë në teatr. Sa lajm i bukur, pasi që mundëson që dhe Dibrën ta vizitojnë kaq shumë njerëz. Po ka patur mysafir nga Struga, nga Varshova, nga festivali, nga Shqipëria, Peshkopia që është afër. Po është një statistikë mesatare që kemi marrë, edhe pse ka patur shumë njerëz të cilët nuk kanë patur vende, por unë vetëm për llogaris ata të cilët janë të ulur. 450 persona. Po këto që rinë në këmbë, ata nuk i numërojnë. Ilber, vazhdon ai avazi i vjetër me dëshirë për të vizituar festivalin? Me dëshirë, pa dyshim, këtë edicion drejtëror nuk kishim ftesa të shtypura për që dërgojmë neve, domethënë qytetarëve që i përcjellim të këtyre, po ishin me ftesa elektronike dhe qytetarët vinë dhe janë aty prezent për zonat, edhe unë do të kisha dhe do të lumturosha sikur edhe ju të ishit këtu të paktën një natë. Do të jem sonte, pikërisht sonte do të vinë me shfaqje? Sonte, unë them që sonte, domethënë do ta shohësh vetë këtu edhe prezencën e publikut. Do t'i sjell informacione Valbonës nesër. Po, fatkeqësisht unë nuk mundem të vi. Unë ju solla në mëngjes, ju solla në mëngjes. Ju solla në mëngjes në 9:10 dhe u tregova për publikun Dibran se Jo, Valdeta, pamje kërkojmë ne, nuk dua muhabete. Pamje duhet na sjellë. Kemi edhe pamje, përse jam unë këtu. Po jo. Dhe drejtëro unë më lejo domethënë ta falenderoj këtu domethënë Valdetën që po e konfirmon, po e rikonfirmojnë domethënë të gjithë ato që mund të bëjmë neve me ato mundësitë dhe kushtet tona, domethënë sa i kemi, për të gjitha trupat teatrore, për miqtë tanë artistë që janë këtu që po na e madhështojnë festivalin, edhe për të gjitha ato që thua ti dhe unë të falenderoj edhe ty me gjitha përllogaritje domethënë që e kishe bë aty. Zotri Ylber, neve Valdeta nuk na dha një informacion që është shumë i rëndësishëm. I kërkuam një informacion në mëngjes Valdetës, nuk na e dha. Pasi që jam aktore, unë nuk guxoj atë informacion të jap, thash gazetare. Valdeta nuk ka lidhje e muhabet që e thua, se je aktore nuk publike mirë, po ai është drejtuesi. Unë nuk e di. Ajo pretendon për çmim, për atë e thon. Jo, nuk pretendoj për çmim, por komisionin ishte në pyetje. Po thuaj, kush është juria e përbërë për edicionin 24? Po ashtu, juria përbëhet drejtëro që siç e dim të gjithë, domethënë e dim bashkë e gjithë opinioni publik, nga 3 antarë dhe ato antarët në jurinë e këtij viti janë nga Maqedonia është aktori Jordan Simonov, aktor i Teatrit Popullor të Maqedonisë. Nga Shqipëria është Miqdo Kutali, domethënë regjisor, dhe nga Kosova është Drita Begolli,
domethënë gjithashtu regjisore dhe aktore atje. Një konsideracion interesant. Petarko. Do të kenë ndeshje idesh, po shumë e bukur. Dëgjuat, pra. Unë vërtet nuk e dinja, as që u interesoha për këtë, edhe pse jam gazetare dhe duhet ta kem këtë burim, mirë po kam edhe rolin e aktores, nuk e ndjeva mirë që ta di se kush është në komision, për atë ja lash fjalën drejtuesit, thua thot. Shumë mirë. Ylber, kemi dhe i gjë pa thënë që ke dëshirë ta thuash? Apo herët është më njëtë? Pa thënë, uroj edhe njerë, do më thënë që të gjithë të jetë në ky festival, të jetë në vëmendjen e të gjithëve, ju falenderoj juve, do më thënë për këtë mbështetje që po i jepni festivalit, uroj pra të institucionalizohet, të jetë në vëmendjen e të gjithë politikanëve, po edhe nga gjithë artistët, atë mbështetjen e kërkoj fare hapur, do më thënë dhe kështu, që ta mbështesin këtë festival në kërkesën e tij sublime për të bë institucionalizimi sa më i shpejt i tij, domethënë dhe atëre padyshim që do të funksionon edhe më mirë. Ky eveniment do të jetë i përjetshëm dhe pa ndonjë pengesë, domethënë që mund të bie në sy në atë planin financiar, po edhe organizative të tjera. Kjo është ajo që dëshira ta më e them madhe e festivalit. Dhe dëshira është që sonte të vije publiku këtu, domethënë ta ndjekën teatrin shqiptar të Shkupit, që kemi teatrin e parë, domethënë dhe të fuqishëm tonin këtu në Maqedoninë e Veriut. Dritro, në ora 19:30 je në skenën. Këtu unë jam në ora 13. Kështu të dytë jemi në një skenë për një ditë. Atëre më lejo ta them unë, domethënë që sonte publiku domethënë do të ketë atë kënaqësi që ta sheh edhe driteroj. Ashtu pra. Neve po flasim sonte këmbët në xhepa tuar në këmbë pra për tjetri. Po, edhe kështu. A të kërkoj leje që të rijem dhe apo duhet të kthejmë në punë? Vazhdo t'i Valdeta me kronikat, me miqtë tanë atje, bëj dokumentare të shumta, sepse si asnjëherë më parë i ke të gjitha personalitetet të kulturës, të cilët kanë lënë gjurmë të mëdha, i ke në një vend. Kështu që shfrytëzo momentin për të patur dhe për të na begatuar edhe shikuesit tanë këtu në Ju faleminderit shumë që ishte së bashku me ne, zotëri Ylber, faleminderit shumë që ndatë të gjitha informacionet së bashku me të gjithë shikuesit që po na ndjekin dhe ne bëjmë një thirrje publike për të gjithë ata që janë të apasionuar pas shfaqjeve, teatrove, festivaleve. Ja e keni mundësinë që ta vizitoni një festivalin më të vjetër, i cili tashmë ka filluar në Dibër, shfaqje të shumta mund të ndiqni dhe jam shumë e bindur që do të shijojnë shfaqjet nga vendet, nga rajoni, e sidomos sonte me dritrojnë, së bashku edhe valja që do t'jetë nga ora 13 dhe gjërat e bukura që mund t'i ndiqni në qytetin e bukur të Dibrës. Ju faleminderit shumë. Miq të dashur, Dibran të dashur, mos harroni gjitha rrugët çojnë për në teatr. Sot, nesër, pas nesër deri më datë 30. Ylber, Valdeta, faleminderit shumë. Ju uroj sukses, shëndet, mbi të gjitha shëndet. Dhe u realizofshin gjitha punët, dëshirat, ashtu si që keni shpirtin dhe ëndrat tuaja për të bërë realitet. Faleminderit, po ashtu. Bashkë me ju, faleminderit shumë.